Gjimnazi 28 nëntori në Shkodër do të nisë vitin e ri shkollor me një palestër të re dhe terrene moderne sportive të cilat synojnë të krijojnë nxënësve më shumë mundësi për aktivitet fizik dhe zhvillimin e pasioneve të tyre sportive. Lajmin e ka bërë të ditur Ministri i Arsimit Mirela Kumbaru, e cila thekson se investimi është realizuar nga Ministria e Arsimit në bashkëpunim me Bashkinë. Sipas saj, hapësirat e reja sportive do të jenë në dispozicion të nxënësve gjatë orarit shkollor, ndërsa pas përfundimit të mësimit ato do të vijojnë të jenë të hapura për aktivitete sportive edhe për komunitetin. Në gjimnazin 28 nëntori në Shkodër, palestra e re është gati të mirëpres nxënësit këtë shtator, me terrene moderne ku sporti, energjia dhe pasioni i tyre do të kenë më shumë hapësirë për të zhvilluar, fal investimit të Ministrisë së Arsimit dhe Bashkisë Shkodër. Ndërsa pas përfundimit të orarit mësimor, këto ambiente do të vijojnë të jenë të hapura për aktivitete sportive dhe për komunitetin, duke e bërë shkollën një hapësirë të gjallë edhe për te mësimit, në programin pas shkolle. Investimi në infrastrukturën sportive të shkollës shihet si një hap tjetër drejt krijimit të ambienteve më moderne dhe funksionale për nxënësit, duke nxitur njëkohësisht aktivitetin fizik dhe përfshirjen e komunitetit në jetën e shkollës.